Haleluja. Lavdi Zotit. Zoti është i mirë. Amen. Përshëndetje edhe njerë gjithve dhe mirë se keni ardhur në kishë sot. Haleluja. Dhe ju e dini që jeni të mirë pritur, edhe unë ju mirë pres, po mbi gjitha është Perëndia që na mirë pret në bashkësi me të. Haleluja. Amen. Që ne jemi të mirë pritur në bashkësinë e Perëndis dhe në bashkësinë e Birit të Tij Jezu Krisht. Haleluja. Këtë kohë tema që po shikojmë është si të ruajmë zemrën tonë. Është një ndër urdhrimet e fjalës Perëndis dhe është një ndër gjërat më të rëndësishme që mund të bëjmë ne si të krishterë. Kështu që do t'i rikthehemi prapë vargut që fjala e Zotit thotë tek fjalët e urta, kapitulli 4, vargu 23, thotë kështu: ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet e jetës. A mund t'i thoni atij që keni afër, ruaje zemrën tënde me shumë kujdes? Haleluja. Pra, Perëndia e ka fjalën për gjithë secilin prej nesh, jo vetëm disa besimtar, por gjithë secili prej nesh e ka këtë thirrje, pra këtë detyrë, kemi këtë përgjegjësi, pra secili duhet ta ruaj zemrën e tij dhe zemrën e saj. Dhe unë besoj që shpesh ne vim në qartësim të vetes son kur i bëjmë pyetje vetes. Sa nga ju i bëni pyetje vetes nganjëherë? Unë i bëj pyetje vetes, jam i sigurt që edhe ju i bëni pyetje vetes, por çelësi është të bëjmë pyetjet e duhura vetes. Jo pyetje që na ulin poshtë, por pyetje që zbulojnë diçka tek ne dhe që na ndihmojnë neve të mirëpresim zgjidhjen e Perëndis për atë çfarë kemi zbuluar. Amen, sepse pastori dhe besoj çdo predikues nuk ju mëson që zgjidhja është në forcat tuaja, po zgjidhja është gjithmonë tek Perëndia. Është gabim që pas gjithë predikimit të dilni në përfundim që e pas kam unë në dorë. Do të thënë, nuk i kemi ne në dorë, e ka në dorë edhe Perëndia, flas për ndryshimin ton, ne ajo pjesa jonë është të bim dakord, ndërsa pjesa e tij është të qiron fuqinë me cilën ai na ndryshon. Por ne jemi ata që e kërkojmë këtë ndryshim, ne kërkojmë që Perëndia të na ndihmojë, që të ruajmë zemrën tonë, amen, që të jemi të mbrojtur dhe të ecim vërtet në paqen dhe në drejtësinë dhe gëzimin e Zotit. Kështu që janë disa pyetje të mira dhe shpeshherë për anën frymërore një pyetje e mirë është si jam unë, që të bësh pyetje vetes si je. Se ne shpesh ja bëjmë këtë pyetje të tjerëve, ç'kemi si je. Po a ja bëni vetes këtë pyetje? Si je? Edhe neve na intereson të dim shumë si janë të tjerët, por a e dim vërtet se si jemi vetë? Kështu që gjatë gjithë javës ndoshta i keni pyet kolegët, shokët, shoqet si je, ç'kemi? Edhe unë ju inkurajoj që gjatë kësaj jave, sa herë që e shikoni vetëm pas që bëni këtë pyetje, si je? Si je? A je mirë në shëndetin tënd frymëror? A je mirë në shëndetin tënd shpirtëror? A je mirë në shëndetin tënd fizik? Sepse secila pjesë e imja që nuk është mirë, është në fakt një sinjal që Satani po më sulmon. Nuk është që thjesht nuk po ndjehem mirë, por duke ditur që jemi në luftë frymërore, i ligu na sulmon në të tre fushat, në anën frymërore, në anën shpirtërore, në anën fizike. Dhe cilat për shembull, nëse fizikisht nuk je mirë, edhe frymërisht thua unë jam i fortë, prap në fizikun tënd Satani të ka sulmuar. Kështu që ti duhet të marrësh forcat në Zotin dhe të fillosh atë luftën frymërore kundër të ligut. Nuk mund t'i japësh, thuash mirë jam shpirt, mirë jam frymë, po haj trupi im. Jo, në çdo pjesë të çënies tënde ti nuk duhet t'i japësh vend djallit. Këtë thotë edhe fjala e Zotit. Mos i jepni vend djallit, sepse çfarë i ligu dëshiron të bëj, është ai dëshiron të na neutralizoj ne. Do thotë që të neutralizoj ndikimin tënd, ndikimin tim. Ku ai do që ne të mos indikojmë njerëzit për Jezusin. Dhe normalisht kur ti si je mirë, ti nuk mendon për të tjerët. Apo jo, gjithë forcat e tua përqendrohen tek vetja jote kur si je mirë. Prandaj ai dëshiron
që të neutralizoj pastaj ndikimin tonë tek të tjerët duke na sulmuar neve. Edhe nëse ne bëjmë atë çfarë fjala e Zotit thotë që ne ruajmë zemrën tonë, dhe kjo do thotë gjithë qenien tonë, po zemra jonë është fryma, njeriu përbrendshëm, nëse ne ruajmë njeriu tonë përbrendshëm dhe nuk i japim vend të ligut, atëherë dhe ndikimi ynë do jetë më i madh tek të tjerët për Jezusin. Dhe nëse pra qëllimi pse ne sulmohemi është pikërisht kjo, që ti dhe unë të mos jemi dritë, që ti dhe unë të mos jemi krip për njerëzit rreth e rrotull. Ky është qëllimi pse ai na sulmon. Jo sepse thjesht i beson te Jezusi, por në moment që ti je mirë, në moment që ti je ashtu si Biblia thotë, je duke kujdesur për frymën tënde, për shpirtin dhe trupin tënd, atëherë ti je rrezik për Satanin, se Satani urren njerëzimin përgjithësi, jo vetëm neve si të krishterë, por neve të krishterë na urren më shumë se gjithëve, sepse ai e din që ne jemi drita dhe ne jemi kripa dhe ne mund të shkatrojmë mbretërinë e tij, ne mund të shkatrojmë ato gjëra që ai bën në shoqëri, një i krishterë mund t'i shkatrojë përmes lutjes dhe me anë të fuqisë Perëndis. Haleluja. Dhe nëse je drejtues, nëse je le të themi në drejtim të një shërbese, qoftë edhe besimtar në kish, i ligu gjithmonë dëshiron të neutralizojë ndikimin tënd tek familja mas pari, që dëshmia jote të mos pranohet, dhe ai të sulmon, pastaj çfarë thon familja? Shi çai ndodhi asaj edhe është besimtare. Sepse ata nuk e kuptojnë botën frymërore. Ata nuk e kuptojnë që i ligu na sulmon ne edhe i lë rahat ata. Duke bërë që dëshmia jon, po kthejmë te ajo që ai dëshiron të neutralizojë dëshminë tënde, ndikimin tënd tek të tjerët. E thotë, shi çapo i ndodh kësaj dhe shkon kish rregullisht ose lutet, ose për shembull, le të themi ti mund të jesh një person që vazhdimisht e mbështet mbretërinë e Perëndis me financat e tua. Po ja që e humb punën, e pastaj thonë, kjo edhe e mbështet kishën edhe ngeli pa punë, ngeli pa lek. Se këtë bën i ligu, ai të sulmon në çdo fushë jetës tënde për ta prishur dëshminë. Tani, am ka ndodhur mua, po edhe pse jam dhënës, edhe jam bindur Perëndis, ka qenë një kohë kam ngel pa punë. Kështu që normale ne po jetojmë një botë që kontrata mund të mbyllet, kontrata mund të mos vazhdoj. Nuk duhet ta marrim si tragjike një gjë të tillë. Pse? Sepse edhe kur e humbim punën, ne duhet ta dimë se kush është ai që është burimi ynë. Nuk është puna jon. Për botën puna është burimi i vetëm, po për ne Perëndia është burimi. Kështu që ne nuk friksohemi kur e humbim punën, sepse e dimë që se kemi humbur Perëndin. Haleluja. Amen. Perëndia është ende në front dhe Perëndia do vazhdoj të na ndihmoj të gjejmë një punë tjetër, ndoshta edhe më të mirë se ajo nga e cila nuk u vazhdua kontrata jote. Kështu që për neve ne nuk jemi pa shpresë, ne kemi shpresë, ne kemi besim, ne kemi një Perëndi që asnjëherë nuk ndryshon. Haleluja. Haleluja. Por ne duhet jemi të kujdesshëm që të mos e lejojmë të ligun që të neutralizojë dhe të vjedh ato gjëra që Perëndia ka vendosur në ne. Sepse ne duam që të jemi dëshmi në familje, ne duam të jemi dëshmi e mirë edhe në kish, po ne duam të jemi dëshmi e mirë edhe në komunitetin që na rrethon. Por këtë pyetje, kur ja bëjmë vetes pyetje si je, nuk është mirë që ta bëjmë vetëm. Është mirë që mendoj nuk është edhe e zgjuar, sepse Perëndia na ka dhënë edhe kishën që të na ndihmoj për të parë vlerësimin tonë, sepse ti për shembull mund të mendosh që ti je mirë, por kur je me një besimtar tjetër, edhe tjetri mund të jetë ndoshta më i rritur, s'ka rëndësi, ndoshta edhe s'është aq i rritur, por e njeh fjalën e Zotit, me fjalën e Zotit ai reflekton sipas syrit, thotë, nuk më dukesh edhe aq mirë. Jo, mirë jam unë, po s'po më tingëllon edhe aq mirë, sepse disa gjëra kapen edhe në frym, pavarësisht që ne mund të kemi mimikën e duhur, mund të kemi fjalët e duhura. E kemi vënë re që njerëz frymëror i dinë gjërat në frym, para se tjetri flet. Pse? Sepse njeriu frymëror i kap gjërat në frym. Kështu që nuk mundet dikush me na mashtru. Prandaj është kisha, është bashkësia e shenjtorëve. Haleluja. Se njerëz në botë edhe më thonë që je mirë ata të besojnë, por në kish njerëzit që janë frymëror nuk e besojnë thjesht fjalën. Njerëzit që janë frymëror dallojnë gjërat në frym. Edhe mund dallojnë kur dikush s'është mirë pavarësisht çfarë ai flet ose çfarë buzëqeshje jep. Edhe mbi gjitha ne në kish jemi thirrur që të jemi të qiltër, amen, të jemi të drejtë për drejtë, dhe të jemi të vërtetë, dhe të mos e mashtrojmë njëri tjetrin. Kështu që besimtarët në kisha na ndihmon që ne ta dallojmë gjendjen tonë frymërore.
Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Prandaj vajtja në kishë rregullisht është një gjë shumë pozitive për të kuptuar gjendjen tënde frymërore, sepse shpeshherë ndodh që të tjerët na ndihmojnë, qoftë edhe me një koment mund të ndihmojnë për të zbuluar gjendjen ku ti je. Tendenca për vetmashtrim është shumë e madhe. Edhe më e madhe është kur bëjmë vlerësimin e vetes. Sepse shpeshherë ne nuk përdorim filtra kur e vlerësojmë veten. Kur e vlerësojmë veten, ne mendojmë më të mirën për veten tonë. Okej? Kur e vlerësojmë veten. Ndërsa kur i vlerësojmë tjerët, ne mund të përdorim shumë filtra. Po ti përdorim ato filtra për veten tonë, ndoshta do zhgënjeheshin. Kështu që është shumë e rëndësishme, prapë e theksoj, është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë që ne kemi nevojë për njëri tjetrin si fëmijë të Perëndis. Un kam nevojë për ju. Dikush mendon, është pastora e një Zotin, kështu që ai rin atje në podium edhe është në rregull. Jo, kjo është një gënjeshtër e madhe. Pastor është thjesht një dhunti. Kjo nuk të bën ty imun ndaj mëkatit, kjo nuk të bën ty imun ndaj rënjes, ka shumë pastor që kanë rënë, okay? Ka shumë pastor që kanë dështuar. Kjo është thjesht një dhunti dhe nëse unë bashkëpunoj me Zotin, kjo dhunti do të eci shumë mirë. Po kjo nuk më bën mua të mbrojtur nga Satani. E kuptoni? Dhuntia nuk të mbron ty nga i ligu. Janë disiplinat që fjala e Zotit të mëson që ti praktikosh, do të ndihmojnë ty nga i ligu, po jo dhuntia. Sepse në fund dhuntia është e Zotit. Ai ti e ke në administrim, nuk je ti dhuntia. Amen? Amen? Kështu që mos mendoni që dikush është në drejtim ose dikush ka një pozitë në kishë që ai është i mbrojtur. Zoti na mbron gjithë, se ne jemi gjithë fëmijët e Tij. Ne që besojmë te Jezusi. Por neve na ka thënë Perëndia që të vishim me armatimin e Tij, apo jo? Kjo vlen për çdo person. Për çdo person kjo vlen. Kështu që ne duhet jemi të kujdesshëm që të mos e mashtrojmë veten. Te Jakobi 1:22 thotë bëhuni bërës të fjalës, e jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten ose një përkthim që mashtrojnë vetveten. Pra ne kemi mundësi ta mashtrojmë vetveten. Këtë thotë fjala e Zotit. Si? Duke dëgjuar fjalën dhe duke mos e vendosur atë në praktik. Për shembull, unë po ju them, Biblia thotë ruaj zemrën tënde, ti thosh shumë mirë pastor, po më pëlqen predikimi yt, po s'kam kohë me ruaj zemrën time. Do thotë që kjo është ti po dëgjon fjalën, ti nuk po e praktikon fjalën, do thotë ti po e gënjen veten. Ti po mendon që thjesht le të themi ti mund të mendosh që jo, nëse s'ka nevojë, nuk do t'i përkushtoj shumë kohë ruajtje zemrës sime, se prap mirë do të meci. Nuk është ashtu, sepse edhe njerëz që janë shumë, ndoshta shumë më të rritur se ne frymërisht ose që Zoti ka përdorur shumë më tepër se sa ne, prap kanë rënë. Edhe ku kanë rënë? Kanë rënë në gjërat që kanë të bëjnë me zemrën e tyre. Zemrën e tyre nuk ja kanë dhuruar Zotit, ja kanë dhuruar dikujt tjetër, edhe kanë rënë mëkat me atë personin. E kuptoni? Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm. Kjo vlen për çdo person. Vetmashtrimi është një kërcënim për gjithë secilin prej nesh. Ne mund ta gënjejmë veten edhe mendojnë se jemi në rregull. Te letra e parë e Korintasve 6, 9 dhe 10 është një listë e njerëzve që kanë gënjur veten që shkonin në kishë edhe mendonin se mund të esin me këtë lloj stili jetese edhe mund të adhuronin Zotin. Thjesht mund ta shikoni se çfarë thot lista te 1 Korintasve 6, 9 dhe 10, apostulli Paul thot kështu: A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u gënjeni, thot, as kurvarët, as idhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburëruarit, as homoseksualet, as vjedhësit, as lakmuesit, as pianecët, as përqeshësit, as grabitësit, nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Pra nuk ka shpëtim për këto njerëz. Po kujt po i thot këto fjalë? Po i thot njerëzve në kishë. Sepse në kishë, normalisht në kishë mund të kesh edhe besimtar edhe jo besimtar. Nuk është vetëm besimtar që vinë në kishë, mund vinë edhe njerëz që nuk e kanë Zotin në zemrën e tyre. Por ama ju pëlqen feja, ju pëlqen shoqëria e krishterë, ju pëlqen miqësia me njerëzit e krishterë. Edhe kur dalin nga kisha, ata praktikojnë mëkatin. E kanë e ushtrojnë, si trajnim e kanë këtë gjë. E kuptoni? Edhe Pauli thot, hey, kish, po ju kujtoj që kushdo që praktikon këto gjëra, nuk mund të jetë i shpëtuar, nuk mund të jetë në mbretërinë e Perëndisë. Pra është shumë e qartë që
ka mundësi që neve të gënjehemi. Le të themi kur Pali flet për darkën e Zotit, thot ju çfarë jeni duke bërë, nuk po bëni atë çfarë Bibla thot, sepse disa vini aty, hani ushqimin që e keni sjell, I harroni njerëz që s'kan fare ushqim. Pini verën që keni sjell, biles deheni thot, edhe harroni me nda me tjerët. Pra e shikojmë që tendenca për vetmashtrim është kudo. Mund të ekzistojë edhe në kishën tonë. Prandaj ne duhet her pas here t'ja rikujtojmë vetes që hey, çfarë thot fjala e Perëndis? Te Romakët kapitulli 7 vargu 11 thot, sepse mëkati thot, duke gjetur rastin me anë të urdhrit më mashtroi dhe me anë të tij më vrau. Pra, këtu tregohet fuqia, pushteti I mëkatit. Mëkati ka aftësinë për të na mashtruar ne dhe ka aftësinë edhe për të na vrarë ne. Çfarë do lloj mëkati? Jo vetëm një mëkat I caktuar. Prandaj ne duhet jemi të kujdesshëm. Ti bëjmë vetes vërtet pyetjen, si jam unë? Si jam unë? A jam mirë frymërisht? A jam mirë shpirtërisht? A jam mirë fizikisht? Sepse Zoti dëshiron që ti të jesh mirë. Por ama ka kushte, ka mënyra se si ne mund të jemi mirë. Nuk vjen në mënyrë automatike. Si le të themi dikush që po ushtron për lojrat olimpike, nuk mund të garoj nëse nuk përmbush kushtet caktuar, dhe për të përmbush kushtet caktuara, ai duhet të ushtrojë çdo ditë, ndoshta me orë të tëra çdo ditë. Pra është një trajnim, është një ushtrim I trupit të tij për të arritur një rezultat që mund ta pranojë të hyjë në garë dhe pastaj në garë prap duhet vazhdoj të ushtrojë që të mund ta fitojë garën. Pra ka një lloj kualifikimi, apo jo? Raste, a ka raste të vetmashtrimit në Bibël? Po, patjetër që ka raste të vetmashtrimit në Bibël. Kemi rastin për shembull të Ananias dhe Safirës. A ishin ata në kishë? Po. A ishin ata bashkë me apostujt? Po. A kanë dëgjuar ata predikime? Shumë më të mira se predikimet e mia. Kanë dëgjuar. Kështu që do thotë ti mund të jesh në kishën më të fuqishme në botë, sepse kisha e parë ka qenë le të themi jo më e fuqishme, por vajosja ka qenë kaq e fuqishme saqë njerëzit shëroshin dhe nga hija e pjetrit. Okej? Pra ka pas një vajosje të jashtëzakonshme në atë kishë. Dhe si ndodh që vinë këta dy persona, besimtar, vinë edhe sjellin një ofertë bujare. Dhe çfarë oferte? Ishte një ofertë ku ata po mashtronin me ofertën, sepse ata donin le të themi lavdinë e njerëzve dhe jo lavdinë e Perëndis. Dhe u korrigjua nga Perëndia dhe vdiqën aty. Vdiq një herë burri, pastaj erdhi gruaja me të njëjtën histori dhe vdiq edhe ajo. Jam I sigurt që edhe sot ndoshta disa edhe mund të vdisnin nga mëkatet që si kanë rrëfyer, po Zoti është I mëshirshëm. Amen. Por në këtë rast, nga që ishte fillimi I kishës, ishte një, le të themi, një veprim radikal duhet marrë, sepse përndryshe kjo lloj fryme do vazhdonte me shekuj pastaj, fryma e gënjeshtër dhe mashtrimit në përkish. Kështu që aty u bë një prerje e menjëhershme që kjo frymë s'ka vend. Vetë mashtrimi nuk ka vend këto. Fryma e gënjeshtrës, ta gënjeshtë edhe frymën e shenjtë, se këtë po bënë ata. Rastin që Jesu përmend në lidhje me fariseun dhe ta gramlesin, nëse ju kujtohet, fariseu thot, rinte në këmbë dhe lutej në vetvete kështu: O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëz të tjerë, nuk jam grabiçar, nuk jam pa drejt, nuk jam kuroshkelës dhe nuk jam as si ai ta gramledhsi që ishte ul aty dhe po lutej dhe po kërkonte mëshirë. Unë agjeroj 2 herë në javë, unë paguaj të 10 e gjithçkaje që kam. Wow! Po të ishte ky besimtar në kishë, do aplaudojnë, do thënë bravo, ky që ka besimtar I mirë, shumë I mirë që nge ti. Ha? Pra e shikojmë që Jezusi kur e bën këtë shëmbëltyre, krahason këtë njeri si me njeri të mashtruar, sepse ai nuk ishte ashtu I pëlqyer nga Zoti. Edhe pse ai thoshte, unë bëj këtë për Zotin, unë jap të 10, unë agjeroj 2 herë, unë nuk jam I kështu e nuk jam si ai, por ai ishte çfarë? Ai ishte I vetë mashtruar. Se me gjitha gjërat që bënte, ai prap nuk ishte në rregull me Zotin. Pra ishte I vetë mashtruar. Se çfarë na nevojitet neve që të jemi të mirë në gjithçka dhe nuk kemi mëshirë ndaj njerëzve që po kërkojnë falje Zotit. Do thotë nuk kemi dashurinë e Zotit. A thotë edhe Pali,
Mund të flisja në gjuhë të engjëve, mund të profetizoja, mund të bëja gjitha, por nëse nuk e kam dashurinë e Perëndis, nuk më vlen asgjë. Dhe ky fariseu pikërisht prezanton një besimtar që mendon që i ka gjitha në rregull dhe nuk e do tjetrin ashtu si Biblia thot. Dhe s'ka dashuri. Pra, ka mundësi që njerëzit jenë të mashtruar, si rasti Ananias Safirës, rasti i këtij fariseut, por ka mundësi që edhe një kishë e tërë të jetë e mashtruar. Dhe këtë e shikojmë te libri i zbulesës, kisha e Laodices, zbulesa 3:17-18, dhe thotë kështu, sepse ti thua, i thot Jezusi, ti thua, unë jam i pasur, u pasurova dhe s'kam nevojë për asgjë. Dhe Jezusi thotë, dhe nuk e di se ti je një qyqar, je mjeran, je i varfër, i verbër dhe i zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë arë të kulluar në zjarë, që të bësh i pasur, dhe petka të bardha që të vishësh, dhe të mos duke turpi i lakuritësisë sate, dhe vajo sytë tu me balsam që të shosh. Pra këtu i shikon një kishë të tërë të mashtruar, jo vetëm një individ. Një kishë të tërë që thot, hey, ne jemi mirë, ne s'kemi nevojë, jemi pasuruar, s'kemi nevojë më për asgjë. Edhe Jezusi thot, ti je i varfër, je një qyqar, je një mjeran. Kjo do thot, kur ti je i mashtruar, ti s'po shikon të vërtetën. Ke nevojë që të marrësh vërtet një korrigjim nga Zoti që të zgjoj nga gjumi, edhe të thot gjendjen ku ti je. Dhe shikoni kur Jezusi e korrigjon, nuk e lë pa shpresë, ai bile se fton, thot, të këshilloj të blesh nga unë. I thot, hajde prap të unë. Edhe pse e qyqare mjeran, i varfër, prap të pranojën, hajde të unë. Hajde të unë, mos ri në vetë mashtrim, mos ri në ato mendime negative të gënjeshtra që Satani ti ka dhënë. Po hajde të unë dhe unë do të rregulloj, unë do të shëroj, unë do të bëj të pasur, të vërtet, në të vërtet do të bëj të pasur. Haleluja! Haleluja, amen. Pra, e përmenda dhe javës që shkoj që kur na sulmon Satani, ai na sulmon kur ne jemi të dobët, apo jo? Kështu që pyetja që mund t'ja bëjmë vetës, kur jam unë i dobët? Dhe në çfarë fushë unë jam i dobët, më i dobët, se nuk jemi të dobët në çdo fushë, po mund të jemi të dobët në një fushë ose në disa fusha. Sepse ato janë fushat ku Satani na sulmon, në dobësitë tona. Prandaj, kur bëjmë këtë pyetje, si jam unë, këtu nuk kupton të shikojmë si ku ka portat hapura, kam ndaj dobësi që unë e di. E dini edhe të tjerët, por unë du ta di, më mirë se sa të tjerët. Sepse gjasat janë që i ligu aty do na sulmoj. Pra pyetja është, ku jeni të dobët dhe kur jeni të dobët? Dhe cilat janë tundimet më të forta që Satani dërgon në jetën tonë? Ne duhet jemi të vëmendshëm për këtë. Sepse le të themi një person që ka problem, një person që ka pas problem me alkoolin ose ka qenë i alkoolizuar dhe Jezusi e ka çliruar, ky person kur nuk duhet të shkojë në përbare ku shiten pije alkoolike më. Se të shkosh prap në kurthin e Satanit, ku ai të ka mbajt për shumë vite. Një person, le të themi një person që ka pas probleme me, le të themi një burr që ka pas probleme me femra, nuk mund shkoj, masi është shpëtuar, nuk mund shkoj më në klube nate. Apo jo? Hajse po shkojmë ju prediku atyne. Jo. S'ke punë aty ti mo. Pra nuk mund të kthehemi tek vendet ku neve Satani na ka rrëzu dhe na ka shkatru jetën. Një person që ka problem me bigjozin dhe Zoti e ka çliruar nga bigjozi, nuk mund të shkojë të luajë bingo. Nuk mund të ketë aplikacione të basteve në celular. Nuk mund të kemi këto gjëra. Kur Zoti na ka çliruar nga një frymë ose disa fryma të këqija. Pra personi që ka marrë një çlirim, dhe gjithë keni marrë çlirim, kështu që mos mendoni se ka disa që s'kan marrë çlirim, se nëse ka ardhur Jezusi të ka çliruar prej diçkaje. Amen? Se Jezusi vetëm për të smurët ka ardhur, ju që jeni të shëruar s'keni nevojë për Jezusin. Po për neve që jemi të smurë dhe kemi qenë të smurë, për neve ka ardhur ai dhe na ka shëruar. Kështu që aty ku të ka shëruar, aty gjasat janë që Satani prap do mu kthy, sepse ka pas një hyrje një herë. Ose nëse të ka çliruar nga disa gjëra, në ato dyre do të trokas i ligu, edhe atyre dyre ti du të vendosësh kyçin.
edhe t'jesh rehat pastaj. Jo, unë s'kthehem atje. Nuk shkoj më atje. Nuk shoqërohem më me njerëz të tillë, të caktuar që më kanë shkatruar jetën një herë. Okej? Dhe shumica prej nesh, ne jemi të dobët zakonisht kur jemi fizikisht lodhur. Kështu që kjo është një sinjal. Kur je fizikisht i lodhur, shfaqen dobësitë. Edhe aty ti mund ta kuptosh, okay, këto janë dobësitë e mia dhe kur jam i lodhur, duhet kem kujdes këtë ose këtë gjë. Zakonisht pra mund të jetë në dark. Në dark, kurse shumica e njerëzve janë të lodhur në dark. E duhet kemi kujdes se çfarë tundimesh na ofron, ose kur jemi të pa ngrënë. Edhe kur jemi pa ngrënë, dikujt i ngrihen nervat më një herë. Okej? Kështu që ose disa që kanë varësi nga kafja, kurse kanë pi kafen. Keni pa ca njerëz kur s'kan pi kafe, se si bëhen? Bëhen si jo besimtar. Kështu që janë disa gjëra që nxisin tundimet, nxisin sulmet në jetën tonë dhe djalli ka shumë alet me hy kur ne nuk jemi të mbrojtur, jemi të lodhur, jemi të stresuar etj. Pra, këto janë disa gjëra që e bën të lehtë për Satanin të sulmojë. Prandaj edhe Bibla thotë që neve duhet të ndjekim rregullin 6 ditë punë dhe 1 ditë pushim. Në moment që ti nuk ke një shabat, në moment që ne nuk kemi një 24 orë të lirë nga çfarë do lloj stresi, nga çfarë do lloj pune, nga çfarë do lloj impenjimi, flas që ndoshta është mirë që të shkëpusim edhe lidhjen me celular për 24 orë dhe të jemi rehat që të mos na bezdis askush, të shkëputemi nga interneti për një 24 orë, që të mos kemi notification çdo 5 sekonda, edhe na vjedh vëmendje nga ajo çfarë Zoti do të na flas, apo jo? Atëherë kur kjo mungon, edhe vazhdimisht akumulohet, sepse edhe lodhja akumulohet. Edhe çfarë ndodh? Nga akumulimi i lodhjes vjen stresi, nga akumulimi i stresit vjen sëmundja. Edhe kështu Satani ndërhyn pasaj në trupin tonë, edhe na smur. Pasaj kur ai na smur, pasaj edhe ndërhyn edhe në shpirtin tonë, sepse nuk ndjehemi mirë, edhe emocionalisht jemi poshtë. Dhe pasaj kur na prek edhe shpirtin tonë, pasaj ku vjen? Vjen të fryma. Edhe thotë, s'ke nevojë me lexu Biblën, si je ti, sot s'ndjehesh mirë, ke një muaj që je i smur, shko merru me mjekët e ta. Edhe ti haron edhe fjalën e Zotit, edhe tashmë je i rrëzuar. Tashmë dëshmia jote është e rrëzuar. Tashmë ndikimi yt është i rrëzuar. Pse? Sepse në çdo fushë ai të ka rrëzu. Se ka pas një derë të hapur. Mund jetë për shembull një situatë familjare që na ka lodhur. Edhe kjo është një derë që i ligu vjen edhe hyn. Mund të jetë një sëmundje kronike dikujt në familje që na lodh. Mund të jetë edhe aftësia e kufizuar e një antarit familjes. Dhe gjëra të ngjashme me këto. Këto të gjitha vjedhin energji fizike dhe emocionale. Prandaj aq më tepër ti si fëmijë perëndis, ti duhet të jesh i zgjuar, them, okay, Zot, nuk jam as i pari as i fundi që kalon për këto vështirësi, por unë vendos të ruaj zemrën time. Unë vendos mos lejoj këto që të hyjnë në zemrën time, se po hyjnë në zemrën tënde këto shqetësime, çfarë thot Bibla? Shqetësimi në zemrën e njeriu e rrezon atë. Kështu që do të rrezohesh. Shqetësimi në zemrën e njeriu e rrezon atë. Prandaj ti dhe unë duhet vendosim burojëm para zemrës tonë, para njeriu tonë frymëror, dhe themi po Zot, me ty unë do t'ja dal, me ty unë do të mund të përballem me këtë situatë dhe Zoti t'jep forcë për ditën. Nuk ke nevojë të mendosh çfarë do ndodh pas një viti, çfarë do ndodh pas 5 vitesh, është shumë larg kjo. Zoti t'jep hir për ditën. Kështu që edhe Bibla Jezusi thotë, e nesërmja, mos u shqetësoni për të nesërmën, se ajo do kujdesë për vetën e vet. Pra, çfarë është limiti yt? Është 24 orë që Zoti t'ka dhënë. Gjithçka tjetër leje për nesër. Nëse Satani vjen dhe thot, po kjo gjë do ndodhi pas kësaj kohe, thotë, jo, unë sot po jetoj. Për nesërmën Zoti e ka në dorë. Mos i jepni muhabet shqetësimi që ai do t'ja u jap për të ardhmen. Haleluja. Haleluja. E përmenda që edhe javës që shkoj që
i ligu në kohët e vjetra, për shembull, për ta rrëzuar një fortesë, gjithmonë do shikoje që ta sulmoje ku e ka pikën më të dobta e fortesa, edhe nuk do shkoje gjatë ditës ku njerëz që jetonin brenda fortesës mund të sulmojnë, po natën kur ata ndoshta janë gjumë edhe si janë shumë të zgjuar, kështu edhe i ligu, na shikon neve si këto fortesa edhe pret ku është pika e dobët që të na godas. Edhe ne duhet jemi të zgjuar. Ne nuk duhet ta lejojmë. Domethënë muret tona të jenë të shkretuara, nuk du t'i japim mundësi të ligu që të hy një farë mënyre kur kemi gjitha ato mbrojtje nga Zoti nëse e kërkojmë, normalisht. Nëse e kërkojmë mbrojtje, nëse kërkojmë që Zoti na mbrojë me engjëjt e tij, nëse kërkojmë fjalën e Zotit, normalisht që mbrojtja dhe forca që Zoti do t'jap për të kundërshtuar çfarë do lloj sulmi që do vijë. Edhe sulmet do vinë, nuk është diçka që unë po profetizoj, është pjesë e jetës. Jezusi e tha në atë krahasimin e shtëpisë së ndërtuar mbi rër dhe shtëpisë së ndërtuar mbi shkëm, të dyja shtëpitë shiu ra, era erdhi mbi dyja shtëpitë. Kështu që çosh besimtar ose jo besimtar, jeta ka me na përplas. Por kur je besimtar, je i ndërtuar mbi shkëm, edhe kur vijnë erat, kur fryn stuhia, kur bjen shiu, ti je në shkëm. Kjo është, ti je në shkëm, ti je i ndërtuar mbi Krishtin. Haleluja. E dini që ka shumë pastor që janë të lodhur, janë të dekurajuar në shumë vende të botës dhe ka shumë fusha ku ata mund të sulmohen dhe dorëzohen nga shërbesa. Nëse klikoni për shembull se sa pastor kanë dhënë dorëheqje gjatë vitit të shkuar ose janë diskvalifikuar nga shërbesa, ka shumë. Do të edhe me mira pastor që diskvalifikohen ose e lën shërbesën. Pse? Sepse i ligu gjithmonë sulmon kë drejtuesit, njerëzit që janë në shërbesë për të shkaktuar një dëm më të madh brenda kishës. Por e dini që shumica e këtyre pastorëve që kam lexuar në këto statistika, shumica prej tyre sulmohen ku? Në martesë. Në martesën e tyre sulmohen. Pse? Pse ndodh kjo? Sepse i ligu e din që nëse ti nuk mund nëse ti nuk mund ta ruash martesën tënde, nëse ti nuk mund ta ruash familjen tënde, ti automatikisht diskvalifikohesh për me punu në kishë. Sepse Biblia thotë që nëse dikush nuk di të kujdeset për familjen e vet, si mund të kujdeset për familjen e Zotit? Apo jo? Kështu që i ligu çfarë sulmon? Ndoshta nuk e sulmon në një gjë tjetër, por e sulmon direkt te familja, ajo që është thelbi i çdo shërbese, familja, sepse edhe kisha është familja e Perëndis, nuk është organizat. Amen? Është familja e Perëndis, kështu që i ligu do sulmoj tek familja. Prandaj edhe kur lutemi, le të themi për drejtuesit, nuk duhet lutemi shumë, le të themi që ata të predikojnë mirë, ata të flasin mirë për Zotin, jo, po ruaj familjen e tyre, sepse aty i ligu do sulmoj. Aty do sulmoj edhe ne duhet jemi të kujdesshëm që të mbështesim familjen e çfarë do lloj personi që vjen në kishë, po veçanti atyre që shërbejnë Zotit, është e rëndësishme të mbështesin familjen e tyre. Sepse kur familja e pastorit është në rregull, ai nuk mund të skualifikohet nga shërbesa, sepse në këtë mënyrë ai duke qenë që e ruan familjen e vet, atëherë do të ketë mundësi ta ruaj edhe familjen e Perëndis. Apostulli Paul na kujton tek 2 Korintasve kapitulli 2:11, thotë kështu që të mos na mposh Satanai sepse ne i dim qëllimet e tij. Pra, Pauli thotë i ligu ka qëllime. I ligu ka qëllime dhe një ndër qëllimet e tij është që të mos kujdesesh për zemrën tënde. Ka shumë qëllime, po një që është shumë në zemrën e të ligut është që ti dhe unë të mos kujdesim për zemrën tonë, për njeriu tonë për brendshëm. Dhe një ndër strategji që ai përdor është që të sulmoj marrëdhënien e dashurisë që ti ke me Perëndin. Sepse në fakt nëse ai arrin që të ftojë dashurinë, të shuaj zjarrin në zemrën tonë, atëherë ne do të humbasim shkëndijën kryesore që kemi në jetën tonë. Dashuria jonë për Zotin e dashuria e tij në ne e humbim shkëndijën. Kështu që ne duhet jemi vërtet kujdesshëm që të mos e lejojmë që ai të prish këtë lidhje dashurie që ne kemi me Perëndin. Po është e mundur kjo? Fola për vetmashtrimin. Është e mundur që njerëzit vetë mashtrohen. Po është e mundur ta humbim dashurinë që kemi për Zotin. Po, fjala e Zotit thotë te Efesianëve, kisha e Efesit e zbulesa 2:4, kur Jezusi drejtohet kishës Efesit, thotë kam diçka kundër teje, dashurinë tënde të parë e le. Do thotë
pas ka mundësi që një kishë e tërë të lë dashurinë për Zotin, të bëj vepra të mira, të mbroj fjalën e Zotit tjerë, po e lën dashurinë. Motivi pse ne bëjmë diçka për Zotin është dashuria për të dhe dashuria e tij për ne. Amen. Kështu që ne mund të bëjmë shumë vepra të mira, ne mund ta duam fjalën e Zotit, por nëse motivi ynë nuk është dashuria për të, dhe çdo gjë që ne bëjmë nuk motivohet nga dashuria e tij, ne kemi humbur shkëndin e asaj kush ne jemi në Krishtin. Kështu që kur Jezusi thot kam diçka kundër teje, se dashurinë tënde të parë në le, nuk është kjo një gjë që ti e merr me një vendim. Dashuria për këdo, dashuria edhe në martesë, nuk le të themi nëse dëgjojmë për një çift që është ndar, nuk ka ndodhur brenda një dite. Është diçka që është graduale, fillon diçka dhe rritet. Le të themi për një çift që ka 30 vjet martesë dhe pa prit mas dëgjojmë që u ndan, nuk mund të jetë brenda dite. Brenda atyre 30 viteve diçka ka ndodhur, pak nga pak është gryer diçka, është prishur bazamenti i familjes, dashuria që është për njëri tjetrin, edhe njëri ikën me tjetrin ose tjetri e lë, edhe braktis, pra ka lloj skenaresh, po dua të them që dashuria nuk ftohet me një ditë, pa e vjen gradualisht. Nuk e di pa ta lexuar nuk e di sa e vërtetë është, por pa ta lexuar që për ta zier një bretkocë, nuk e fut me një herë në ujë të ngrohtë, po e lë në ujë të ftoftë, pastaj dal fillon e ngroh ujin, edhe ndjehet mirë, derisa fillon dhe vlon edhe pastaj e zien. Pra nuk e dallon me një herë që atë rrezikun që po i kanoset. Dhe kështu është në mënyrë figurative edhe ne nganjëherë nuk e dallojmë rrezikun që po na kanoset, sepse një herë e lëm, një herë tjetër e lëm, e dal ngadal vjen ftohja. Okej, nuk po shkoj sot në kish. Pas një muaji, as sot po shkoj në kish. Pas 3 muajsh, jo, kam punë tjera. Edhe djalli dal ngadal të ftov. Pastaj të merr një krishter, dalim për kafe, jo s'kam kohë. Të merr një tjetra, dalim, takohemi, jo s'kam kohë. Edhe fillon gjen lloj arsye për t'u shmangë edhe të krishterëve. E çfarë po bën djalli? Po të largon nga vatha. Po të largon nga vajosja. Po të largon nga shërbesa. Edhe dal ngadal ç'a ndodh? Ti ftofesh. Edhe e gjen veten që jo, mos s'kam kohë për Zotin. Fillon dhe mendon mendime tash edhe kundra Zotit më, sepse i e ftofur plotësisht. Dhe kështu bën i ligu, nuk është që thot mos e duaj Zotin. Ai gjen mënyra tjera për të na ftofur, derisa a janë ftofur, ka njerëz që janë ftofur, patjetër ka njerëz që një kohë kanë qenë zjarr. Unë për shembull njerëz që kanë qenë zjarr për Perëndin dhe sot nuk e ndjekin fare Krishtin. Po një kohë i kam folë gjithë lagjes për Jezusin. Si është e mundur? Pak nga pak, duke mos e ruajtur zemrën tënde, pak nga pak i ligu merr territor. Pak nga pak. Hajde ta shikoj këtë video, hajde ta shikoj këtë video tjetër. Hajde edhe një video tjetër, edhe vetëm kur e shikon veten që e fut në një sekt, edhe je këmbë dur në atë sekt, edhe s'del dot më, i ligu të ka mashtruar. Si e ruaj unë zemrën time? Unë nuk mund t'jap, le të themi, ç'a bëjnë tjerët, unë mund t'jap ç'a bëj unë. Unë kujdesem që të marr kohë me Perëndin. Ky është një parim shumë i rëndësishëm. E besoj që gjithë duhet të kujdesemi për këtë, që të kalojmë kohë me Perëndin. Kujdesim që të marr kohë me Biblën. Bibla është ushqimi kryesor për çdo. Le të themi, e keni parasysh ka disa ushqime që janë vetëm për zemrën, kur ke probleme me zemrën, thot, haje këtë, thot, shko te çdo mjek, thot, nëse ke probleme me zemrën, këtë du ta heqësh, këtë du ta hash. Tani kur ti lexon Biblën dhe Bibla tregon kur ke probleme me zemrën, me frymën, thot, këtë hiqe, edhe këtë haje, ushqeho. Amen. Kaloj gjithashtu kohë duke lexuar libra të krishterë. A ka libra dhe novela shumë të bukura? Patjetër, po s'kam kohë për to. Se ato nuk e ruaj zemrën time. Sa romane kam lexuar kur kam shkuar në shkollë, po, i kam lexuar. Shumë të mira, Robinson Crusoe, gjëra të tilla, nobelistë të ndryshëm, po,
ishte ajo kohë. Po tani që jam i krishter, ato nuk më duken shumë të rëndësishme krahasim me fjalën e Zotit. Dhe libra të krishterë. Pse? Sepse Perëndia ju flet njerëz të caktuar të shkruajnë libra që të ndihmojnë dhe të japin zbulesa. Haleluja. Pasi që lexoj, marr kohë që të shkruaj, më pëlqen të shkruaj ato përshtypje që marr nga Bibla, nga një varg, një përshtypje, sepse ku i dihet, ndoshta një ditë shkruaj edhe unë libra dhe njerëzit i lexojnë përshtypjet e mia, siç po i lexojnë përshtypjet e tjerëve. Shkruaj artikuj. Dje për shembull dikush kishte lexuar artikullin tim, tha, shumë mirë, më kishte bekuar shumë një artikull që ka postuar në LinkedIn, e tha vazhdo shkruaj. Thash, okay, good. Lutem me Mirandën, me gruan time, shumë e rëndësishme. Tani në gjitha këto gjëra nuk po ju jap minuta, sa minuta pastor lutesh, sa minuta lexon Biblën, sa minuta se nganjëherë ne fokusohemi kaq shumë minuta e humbim thelbin. Si tha ajo Joyce Meyer një herë, tha watch and pray, watch and pray. Jo, nuk ka thënë Zoti watch and pray, se watch and pray në anglisht do thot i zgjuar dhe luto. Jo, ora dhe luto, watch and pray. Që themi për shembull, po shkoj lutje dhe shikoj, okay, haleluja Zot, faleminderit, ja edhe 5 minuta, haleluja. Kjo është katastrofë. Është mirë të jemi disiplinuar, po jo të kontrolluar nga ora kur lutemi. Haleluja. Kështu që nuk ja vlen me vendos minutazh. Rëndësi ka që nga ajo kohë që ti po kalon me Zotin, ti vërtet po komunikon me të, dhe nga ajo kohë që ti lexon Biblën, ti vërtet po merr diçka, dhe nga ajo kohë që ti lexon libra të krishterë, ti po mëson diçka. Pra qëllimi është cilësia e asaj që po ndodh. Jo minutat, se për Zotin s'ka kohë. Ai jeton jashtë sistemit kohor. Ti ke kohë, ai s'e ka. Nuk të matë, sot të lutem 1 orë, bravo. Sot 45 minuta, no, good. Jo, nuk është Perëndia e tillë. Pra lutem me gruan, edhe këtu nuk ju them sa shpesh, sepse ndoshta mendoni, okay, çdo ditë, se nganjëherë kur dikush thot çdo ditë, si tha, më kujtohet një predikuese e Ungjillit, Gwen Shaw, quaj ajo, tani është me Zotin. Edhe ajo kishte, nuk e di, një dëshmi të jashtëzakonshme në jetë, se si Zoti ka përdorur misionare në Kinë për shumë vite, edhe mrekulli të jashtëzakonshme. Edhe pastaj kur unë e kam takuar, ajo ishte afërsisht në 80 vjeç, diçka e tillë. Ishte afër për me shku në lavdi. Edhe tha, kur njerëzit më pyetin sa lutem, nuk ju tregoj, se ndoshta do më diskualifikojnë. Edhe kishte gjithë ato vite shërbes. Por ajo donte të thoshte që është më mirë të lutesh shpesh, të flasësh shpesh me Zotin, se sa të kesh një orë caktuar të mbush dhe thosh, unë lutem 1 orë në ditë ose unë lutem 2 orë në ditë. Për shembull, Jongi Cho thotë unë lutem 3 orë në ditë, thoshte se edhe ai është në qiell. Po thoshte unë lutem 3 orë në ditë. Nëse nuk lutem 3 orë në ditë, nuk arri dot të mposht, le të themi, mishin tim. Po tani ai është Jongi Cho, unë jam Tomori. E kuptoni? Se koreanët kanë edhe në traditë që zgjohen 5 mëngjesi, për shembull, njerëz thonë që në Kore kur shkon në ora 4-5 mëngjesi, gjitha dritat e apartamentit janë ndezur, se njerëzit janë çu. Çotim 5 këtu, zgjen kur çot asnjë dritë. Dush me këqyr ku është drita jeme. Kështu që nuk po jap as orë, as sa shpeshtër, sepse tendenca e njeriut është çfarë? Që të imitoj agjendën e dikujt tjetër, edhe shumë gabim. Ne duhet të imitojmë parimet, jo agjendën e njëri së tjetrit. Amen, sepse ai ka jetën ashtu, ky e ka jetën kështu. Për shembull, është ndryshe për Marion që është beqar. Nuk mund ta ketë agjendën e dikujt që është i martuar. Apo jo? Edhe dikush që është i martuar, nuk mund ta ketë agjendën e dikujt që është me fëmijë. Apo jo? Edhe dikush që është me 1 fëmijë ka një agjendë ndryshe nga ai që është me 3 fëmijë. A e kuptoni? Nuk mund të kopjojmë agjendën një tjetër, se nuk jemi në kohën e njëjtë, në statusin e njëjtë, në shtëpinë e njëjtë, apo jo, në punën e njëjtë, ka gjitha këto gjëra që ndikojnë në jetën tonë me Zotin. Kështu që çfarë duhet kapim parimin? Si e mbroj zemrën time? Kohë me Zotin, kohë me Biblën, kohë me librat krishterë, kohë me gruan time në lutje, kohë me besimtarët e tjerë në lutje. Për mua është shërbesa e lutjes në Kish shumë e rëndësishme, jo sepse po kryj një rit fetar, po sepse po bëj atë çfarë Bibla thot.
Unë e di që ka mbrojtje kur unë lutem me besimtarët e tjerë, unë përjetoj edhe mbrojtjen e Zotit, që e ruan zemrën time dhe më mbron mua si fëmijë Perëndis. Sepse edhe si pastor në kish nuk kam asnjë lloj, le të themi, pozitë më të lartë se ju te Zoti. Kjo është një gënjeshtër që Satani ja ushet atyre që du me ble. Ne jemi fëmijë të Perëndis. Kur vim në lutje, ne lutemi si gjithë tjerët në emrin e Jezusit. Zoti nuk e dëgjon lutjen time më shumë se dikujt tjetër që beson te Jezusi. Amen. Po kjo është një mënyrë. Unë kërkoj të lutem besimtarët e kishës. Unë kërkoj të kem bashkësi me besimtarët. Kjo është një mënyrë si e mbroj veten, si e mbroj zemrën time, e mbroj frymën time. Jam bashkësi me besimtarët e tjerë. Unë kërkoj të kem bashkësi dhe bashkëpunim me të krishterët e tjerë, jo vetëm të kishës sonë, po edhe me të krishterët e tjerë ne duhet kërkojmë bashkësi, bashkëpunim. A nuk ishte bekim ajo që përjetuam dje tek Tirana Fest? Është mrekulli të shikosh besimtarë nga çdo lloj denominacioni të krishterë që vinë dhe adhurojnë Zotin së bashku. Është mrekulli edhe kur hyra në sallë mendoja 30 vjet më parë, kjo ishte ëndra që të lidheshin një vend 2000 besimtarë dhe të adhuronin. Po, mund t'im lidhje 2000 njerëz, se vetëm thoshte, ti mund të do shpërndajmë dima, në 90-ëna, jo 2000, 5000 veta do mlidheshin, po nuk ishin besimtar. Mund të mbledhësh njerëz të varfër, mund t'i mbledhësh me ndima, apo jo. Po flasim për 2000 veta që adhurojnë Zotin, janë aty, po i luten Zotin për shpëtimin e tjerëve. Kjo është ëndra jon para 30 vitesh ishte kjo ëndër. Dhe tani ne shikojmë me sy tonë, wow, Zot faleminderit, sa besnik je. Pra ne duhet kërkojmë, nuk duhet asnjëherë të mendojmë që ne jemi kisha e vetme. Ne jemi pjesë e kishës vetme që është e Jezusit. I vetmi person që mund të thotë kisha ime është Jezusi. Ne jemi pjesë e kishës së Tij, është kisha e Tij, nuk është kisha ime. Ne vim lidhemi në një kishë lokale, por jemi pjesë e kishës Jezusit. Kështu që është e rëndësishme bashkësia dhe komunikimi dhe ndërveprimi me të krishterët e tjerë që besojnë te Jezusi. Shumë e rëndësishme. Haleluja. Një tjetër gjë e rëndësishme është të kesh mentor, të kesh njerëz që kujdesen për jetën tënde frymërore në një aspekt caktuar, jo në gjithçka, sepse nuk ekziston dikush, vetëm Zoti kujdes për gjithçka. Po të kesh mentor, të kesh pastor frymëror për jetën tënde, është shumë e rëndësishme. Unë kam vite që kam pasur njerëz që janë kujdesur si çift për ne, Gjoni dhe Andrea, Franz dhe Gerlinde. Pra këto janë njerëz me cilin ti mund të diskutosh, mund të flasësh për gjëra frymërore, për problemet e tua që nuk i kupton disa gjëra sepse ne kalojmë në stade të ndryshme në ecjen tonë me Zotin. Kjo është një mënyrë, të kesh mentor, të kesh drejtues që janë kujdestar për frymën tënde, është gjë shumë e mirë. Marr pjesë në seminare, marr pjesë në trajnime, forcoj besimin tim, është e rëndësishme. Nuk është thjesht, sepse nga njerëzit mendojnë, pastori po shkon në Durrës, është një seminar, ose po shkon diku jashtë edhe do kënaqet, sepse e kemi parasysh, ne mendojmë sa herë që dalim diku jashtë shtëpisë, po shkon me pushime. Ky është koncepti shqiptar pak a shumë. Doli jashtë, tjetri mund të jetë për hall, po shkon jashtë shtetit për operacion, pushime. Se ka pyet. Ku është? Në Gjermani. Kënaq ai të shku në Gjermani. Ai ndoshta po bën ai trajtim atje. E kuptoni? Ky është koncepti ynë. Për fat keq. Kështu që nga ana frymërore, unë edhe Miranda, ne përpiqemi të gjejmë seminare, trajnime, ku të shkojmë edhe i inkurajojmë tjerë që hajde, investo. Okej? Për shembull, para 2 javësh që isha për një javë, do të qëndroj në një seminar që një pastor do t'jap mësim. Edhe do të qëndrosh çdo ditë, do ta dëgjosh mësimin, do ulesh dhe ti thua pastor, po ti edhe ke studiu fjalën e Zotit, këto gjëra e di. Po i di, por si thotë ai, përsëritja është mama e dijes, apo jo? Kështu që ti duhet të përsërisë, po si përsëritet ti i haron. Nuk është le të themi truni që akumulon gjithë ai mban aty. Jo, dhe ne harrojmë. Prandaj është e rëndësishme të ripërtrim njohurinë tonë për gjërat e Zotit. Kjo është një mënyrë si e ruan zemrën tënde, si e ruan frymën tënde, ti jesh i freskët në Zotin dhe jo me gjëra të vjetruara. Kështu që të marrësh pjesë në trajnime, seminare, në konferenca për të forcuar besimin tënd, është
unë këtë kam mësuar që kur kam qenë besimtar i ri, I shikoja njerëzit jashtë shtetit që ata përdorin pushimet e tyre verore, edhe shkonin për ditë, I merrin nga pushimet verore dhe shkonin në një seminar 5 ditë, paguani gjithçka, është ndryshe me ne se ne jemi të bekuar që mund të paguajnë tjerët edhe të bekojnë tjerët, po shumica jashtë shtetit paguajnë gjithçka vetë, fjetjen, ushqimin, transportin, gjithçka me lekët e tyre, është sakrificë, po e kam thënë, wow, do të qenë ka rëndësishme për këta që ditë e pushimit mos I çojnë plazh, po shkojnë seminar në një pyll diku ndoshta të humbur, një vend braktisë që s'ka mundësi me bë as shopping as kurrgjë, përveç se Bibla, lutje edhe kaq. Edhe ushqimi ndoshta nuk do jetë në atë cilësinë që ti e pret, po njerëzit shkojnë për të mbrojtur zemrën e tyre, për të forcuar besimin e tyre. Haleluja. Pra është vlera, çfarë vlerëson? Ata e kanë lexuar shumë qartë. Ruaj zemrën tënde, për ta ruajtur zemrën duhet bëj diçka. Nuk është thjesht, Zot, të lutem ruaj zemrën time, amen, e pastaj ecën siç do ti. Jo, nuk ruhet besimi në këtë formë. Nuk mbahet fryma e freskët brenda teje në këtë formë. Po ka disa gjëra. Dhe gjithashtu du ta ekspozoj veten unë, çfarë përpiqem të bëj, është që dua që të ekspozoj veten ndaj praktikave të ndryshme të besimit krishter, jo vetëm brenda denominacionit tim. Dua të shikoj se si edhe tjerët besojnë. Si besojnë tjerët te Krishti? Se nuk është vetëm mënyra ime, edhe tjerët ka që besojnë te Krishti në mënyrën e tyre. Edhe sakrifikojnë në mënyrën e tyre, apo jo? Për shembull, kur isha besimtar I ri, më çudiste për shembull që nganjëherë kur ishin këto takimet ekumenike, domethënë me të krishterë që besojnë ndryshe, po janë të krishterë, më çudiste fakti që ata me vetët ishin shumë të dashur, ndërsa me këta që ishin që besojnë tamam si ata ishin edhe armiqësor. Është si është e mundur. Si është e mundur? Ose flisnin për këta të krishterë tjetër, këta janë të shpëtuar, na e na shpëtuam. Ose këta flasin gjuhë të reja, këta janë fare me Krishtin, na flasim gjuhë të reja, na jemi me Krishtin. A e kuptoni? Kështu që neve, unë personalisht kam bërë disa hapa në këtë pikë që unë tani nuk gjykoj a flet në gjuhë të reja, as flet në gjuhë të reja, nuk do të gjykoj personin sepse unë e inkurajoj, por ama nuk do ta gjykoj sepse nuk është puna ime. Nuk është dhuntia ime, apo jo? Është dhuntia e frymës së shenjtë. Haleluja. E nuk mund të gjykoj një kishë të tërë për shkak të një ose dy dhuntive që ata ndoshta si kanë. E them ata s'janë shpëtuar. Kush jam unë? Edhe nuk duhet jemi miqësor vetëm me ata që besojnë një lloj si ne. Duhet jemi miqësor të dashur edhe me ata që nuk besojnë tamam si ne. Sepse ne do reflektojmë natyrën e Krishtit, amen? Natyrën e Krishtit. Ai na tha duheni armiqt more. Nis po I duam edhe ata që janë miq me ne. Nis kemi kaluar akoma në nivelin më të lartë, ti duash armiqt, është niveli më I lartë. Që s'mund ta bësh me forcën tënde, duhet patjetër Krishti. Duhet patjetër Krishti të jetë me ty. Haleluja. Pra sa herë që ne nuk merrem me gjërat që Bibla na thotë që të merremi, atëherë do merrem me gjëra që nuk duhet të merremi. Davidi është një rast tipik I kësaj gjëje. Se Bibla thotë kur e përmend rastin e tij kur ai bjen në mëkat me Batshebën, ajo pjesa e shkrimit thotë që ishte koha kur mbretërit shkojnë në luftë. E Davidi nuk shkojnë në luftë, po najti në balkon. E po s'mund të rish në balkon kur është koha me luftu. E pasi najti në balkon, I dolja e gruaja atje duke bë dush. Edhe gjithë jeta e tij u prish. Pra çfarë do thotë kjo? Kjo është një parim këtu. Kur ne nuk merremi me gjëra që Zoti na thotë merremi, atë djalli do sigurojë të na bëjë ca aktivitete. Na argëtoj me disa aktivitete, edhe qëllimi është me na ardhzu, me na shkatru jetën. E se keni ide se si një gjë e vogël mund të shkatroj, është si kemi parasysh kur një rrit me borën, si që jem rrit on, e bën një top të vogël edhe kur je një kodër, veç e lëshon atë topin edhe ai topi bëhet I madh dhe e bën dordolecë në fund pastaj. Kështu e bënim njeriu prej borës. Duke filluar me një top të vogël të borës edhe rrotullonim derisa bëhej I madh. E bënim dy të tilla edhe një kokë edhe kështu bëhej njeriu nga bora. Kështu është edhe djalli. Ti jep diçka të vogël, pastaj trokullis rreth asaj derisa bëhet diçka të madhe dhe të rrezon. Kështu që Davidi, Bibla thotë I ka pas 8 gra. Jo vetëm një. Por me atë njënën që e mori, ja prishi krejt jetën.
Kështu që nuk ishte problem, edhe Zoti thot, nëse do të duheshin gra, mund të kishe pas, pse shkove tek ajo që s'duhet. E pse shkoj atje? Sepse nuk e ruajti zemrën e vet. Do thot një psalmist i shkëlqyer që ne i lexojmë psalmet e tij, këndojmë psalmet e tij, një person që shpiku edhe instrumente për të adhuruar Zotin, një luftëtar i jashtëzakonshëm, një njeri që e vrau Goliatin, more? Urdzua nga një grua. Okej? Urdzua kaq thjesht. Kaq thjesht. Pse? Sepse duhet të ruash zemrën tënde. Duhet të ruash zemrën tënde. Duhet të ruash njeriu tënd frymëror. Dhe kjo vlen për gjithë ne. Shpresoj që ju ka ndihmuar kjo që ndava. Jam i sigurt që Zoti po i flet gjithsecilit prej nesh që vërtet kujdesemi dhe të ruajmë gjën kryesore, zemrën tonë, njeriu ton frymëror, njeriu ton të brendshëm. Se nga aty do burojnë burimet e jetës, jeta nga aty vjen, nga brenda. Jezusi tha, çfarë ka brenda del jashtë. Duhet sigurohemi që ajo që është brenda të jetë ai. Ajo që është brenda të jetë nga ai dhe vetëm nga ai. Haleluja. Le të ngrihemi në këmbë. Ti mund të jesh sot në një situatë ku i ke ulur mburojat. Mund të jesh në situatë ku i ke ulur ato gjëra që Zoti ka thënë, mburojën e besimit, për krenarën e shpëtimit, pasmorën e drejtësisë, shpatën e frymës. Këto gjëra i ke ul, i ke lënë dikon. I ke lënë aty, thonë, jo, s'kam kohë të merrem me këto. Edhe Zoti besoj që po të inkurajon, po thotë, hey, kapi sërish armët e Perëndis. Vishu sërish me armatimin tim. Sepse ne nuk e dim kur vjen dita e ligë. Jam i sigurt që po ta kishim pyet Davidin, David, po ta dije që kjo do ndodhte, a do kishe nejtë në shtëpi, jam i sigurt David në kurs kisha nejtë në shtëpi. Po ta dija. Sepse që nga e moment, jeta e tij vërtet shkoi ters, shkoi shumë keq, edhe shpata nuk u largua asnjëherë nga shtëpia e tij. Do thotë që edhe njerëz që kanë mëkatuar dhe kanë rënë, po t'ja bëjnë të njëjtën pyetje, a do ta bëja atë gjë që e ke bër? A do të qëndroj aty ku ishe? Po ta dijesh do bie? Gjithë do thoni kur, asesi, nuk do ta bëja, nuk do të qëndroj aty, nuk do rija atje, nuk do dilja me atë person, nuk do ta shikoja këtë gjë. Ha? Kështu që le të mos vim në atë pikë që dikush na bëj këtë pyetje. Po ta përgatisim veten tonë, themi jo, Zot, me ndihmën tënde, unë nuk do të arrin atë pikë. Unë nuk do të lejoj të ligun që të më argëtoj mua të më gjej aktivitete. Jo, unë do merrem me punët e tua, si Jezusi bëri. Kur e pyetën, ai tha, po merrem me punët e Atit tim, edhe unë do merrem me punët e Atit tim. Le të merremi gjithë me punët e Atit ton. Jo me punët e djallit, me veprat e djallit, po me punët e Atit ton qiellor. Haleluja. Zot, lutem në emrin e Jezusit, për gjithë secilin o Zot që është sot në kish. Zot, lutem o Zot për njeriu e tyre të përbrendshëm. Lutem o Zot që ata të kujdesen që të ruajnë zemrat e tyre, të ruajnë frymën e tyre o Zot, nga çfarë do lloj kurthi, qoftë i vetë mashtrimit Zot, qoftë i tundimeve o Zot, mëkatit o Zot, qoftë i gjërave që po e ftofin dashurinë që ata e kanë për ty o Zot. Po o Zot, lutem që ti zgjosh nëse janë në këtë situatë edhe e ndjejnë që dashuria për ty po ftofet, dashuria për kishën po ftofet, dashuria për Biblën po ftofet, dashuria për njerëzit po ftofet, dashuria për familjen po ftofet. Zot, nëse janë në këtë situatë, ki mëshirë o Zot. Dhe çliroj që tani o Zot. Lutem për çlirim, lutem për shërim në emrin e Jezusit, shërim për marrëdhënien e familje, marrëdhënie familjare. Lutem për shërim o Zot. Haleluja. Në emrin e Jezusit, për çfarë do lloj gjëje o Zot që po e ftof o Zot këtë dashuri o Zot, lutem që ti shërosh, lutem që ti mbrosh, lutem që ata të bëjnë hapat drejt mbrojtjes së zemrave të tyre. Lutem që ata të kapin parimet e fjalës tënde o Zot, të mos dorëzohen o Zot, sepse ti je me ta, dhe ti je për ata, dhe ti je ndihma jon. Ti je streha jon, Zot. E nuk ka askush që mund të na heq nga dora jote,
Ne lutemi o Zot. Ne kërkojmë hir dhe mëshirë për gjithë secilin. Për gjithë secilin o Zot. Hir dhe mëshirë o Zot, dhe shërim o Zot, dhe restaurim o Zot. Ti the kishës në Laodice, eja dhe blej nga unë. Eja dhe unë do të restauroj, unë do të shëroj, haleluja. Po, Zot, lutem që ata të vinë të këti, që ti ti restaurosh, ti ti bësh të pasur. Ti, o Zot, ti hapër sytë e tyre që ata të shikojnë, lyej sytë e tyre me balzamin tënd, me melhemin tënd. Po, Zot, lyej sytë tanë, që të shohim të vërtetën, të shohim situatën ashtu siç duhet ta shohim. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Zot. Faleminderit që ti je fortesa, ti je kështjella jon, ti je streha jon. Ne të bekojmë ty. Haleluja. Amen.